28 prill. Shkëmbimi i madh. Sepse unë nuk kam turp për ungjillin e Krishtit, sepse ai është fuqia e Perëndisë për shpëtimin e cilit do që beson, më parë Judeun e pastaj Grekun, sepse drejtësia e Perëndisë është zbuluar në të. Romakëve 1:16-17. Ne kemi nevojë për drejtësi që të jemi të pranueshëm për Perëndin, por nuk e kemi atë. Ne kemi mëkatin. Prandaj Perëndia ka atë që ne kemi nevojë, por që nuk e meritojmë, drejtësinë. Ne kemi atë që Perëndia e urren dhe e refuzon, mëkatin. Cila është zgjidhja e Perëndisë për këtë situatë? Zgjidhja e tij është Jezu Krishti, biri i Perëndisë, i cili vdiq në vendin ton dhe mbarti dënimin ton. Perëndia, duke dërguar birin e tij në shëmbëllim mishi mëkatar edhe për mëkat, e dënoi mëkatin në mish. Romakëve 8:3. Mishi i kujt e mbarti dënimin? Mishi i tij. Mëkatet e kujt u dënuan? Mëkatet tona. Ky është shkëmbimi i madh. Ja ku thuhet sërish tek e 2 Korintasve 5:21. Sepse atë që nuk njihte mëkat, e bëri mëkat për ne, që ne të bëhemi drejtësia e Perëndisë në të. Perëndia i vendos mëkatet tona mbi Krishtin dhe i ndeshkon ato në të. Dhe në vdekjen e bindur të Krishtit, Perëndia përmbush dhe lartëson drejtësinë e tij dhe na e llogarit neve. Mëkati ynë vendoset mbi Krishtin, drejtësia e tij vendoset mbi ne. Vështirë se mbi theksojmë faktin që Krishti është zgjidhja e Perëndisë për problemin ton më të madh. E gjithë kjo është për hir të Krishtit. Vështirë se mund ta duash Krishtin më tepër se ç'duhet. Vështirë se mund të mendosh për të më tepër se ç'duhet, ose ta falenderosh atë më tepër se ç'duhet, apo të mbështetesh tek ai më tepër se ç'duhet. E gjithë falja jon, i gjithë shfaqësimi ynë, e gjithë drejtësia jon është në Krishtin. Ky është ungjilli, është lajmi i mirë se mëkatet tona janë vendosur mbi Krishtin dhe drejtësia e tij është vendosur mbi ne. Dhe ky shkëmbim i madh bëhet i yni, jo me anë të veprave, por vetëm nëpërmjet besimit, sepse me anë të hirit jeni të shpëtuar nëpërmjet besimit, dhe kjo jo prej jush, por është dhuratë e Perëndisë, jo prej veprave, që askush të mos mburret. Efesianëve 2:8-9. Ky është lajmi i mirë që heq barrët, jep gëzim dhe të forcon.